garën ose... Ne kemi thonë punësim për çdo të diplomuar. Diku kemi planifikuar që 40.000 të rinj me njëherë ti punësojmë. Domethënë, çdo i diplomuar, mos kemi rastet kur përfundon fakultetin e mjekësisë dhe qëndron tek shtëpia duke aplikuar për punë jashtë vendi. Me njëherë të gjithë të diplomuarit duhet i sigurohet vendi i punës dhe studentët duhet trajtohen në mënyrë dinjitetshme dhe jo me lëmosha. Parashikojmë një moratorium tek çmimet, uljen e TVSH-s në produktet bazë, që është mielli, sheqeri, vaj, bezët e produktet bazë ushqimore, uljen e TVSH-s, paga më të larta, rritjen e koeficientit në 150 euro për pagat, në ndërpjet poshtë 900 eurove. Po, përpjes një juris, pra, që ky moratoriumi, si bëhet, se këtu është diskutuar, e stërdiskutuar për çështjen e ligjit për çmimet tavan. Pra, lëvizjet vendosje e pushtetit janë kohë, se jo gjykata kushtetuese ka bllokuar, me pas hyrjen në fuqi, u miratua në legjislaturën e fundit, po e pyes si bëhet që ky moratorium? Po bëhet si çdo ligj tjetër që bëhet mirë, ka standarde praktika evropiane më të mira. Mjafton që duhet të kesh profesionistët e dur për të bërë ligjet e dura dhe të mira, dhe ato bëhen me mekanizma. Nuk ka thonë askush se nuk mund bëhet ligje tavan, po mënyra si e bën, jo ministri të vendos, jo qeveria të vendos çmime tavan, po janë institucione specializuar të pavarura përmes procedurave që i përgjigjen nevojave të tregut dhe dinamikave të përcaktimit çmimeve dhe ka formula plot formula që gjykata kushtetuese nuk është se e ndalon atë, por mënyrën siç ka qenë sigurisht që e ndalon, sepse nuk vendos kryeministri për çmimet, as qeveria, duhet organet pavarura dhe profesionistë krijon mekanizma, ligje, procedura ligjore që ato të jenë të pavarura. Por si duket kjo logjike e qeverisjes së kësaj mazhorance parlamentare nuk është, asgjë nuk duhet jetë e pavarur, çdo gjë duhet jetë e varur, asgjë nuk duhet jetë profesionale dhe funksionale, po gjithçka duhet jetë e bllokuar dhe e kontrolluar. Kështu që me logjikën e kontrollimit një individ nuk kontrollon dot të tërë partinë që dëshiron ta forcojë partinë e ta dobësojë shtetin, por një njeri udhëheq i duhur që i duhet vendit dhe ne si le të shpresojmë ta ke mundësinë ta qeverisim vendin pas këtyre zgjedhjeve, është që bëhet me ekipe profesionale dhe forcohet shteti dhe jo partia, domethënë organet e institucionet përmes ligjeve dhe është mentalitet komplet tjetër qeverisës.